Ambulancat transportojnë të lënduarit që janë viktima të një shpërthimi të papritur. Eksplozivët e montuar në një motociklet u detonuan pranë portës së një stacioni policie në Pakistanin veriperëndimor të hënën, duke vrarë të paktën 2 persona, përfshirë një fëmijë. Nga kjo goditje po ashtu mbetën të plagosur 12 persona. Autoritetet e pranojnë se rreziku për akte të tilla ka qenë prezent prej kohësh. Ne marrim kërcënime çdo ditë dhe po ndërmarrim masa parandaluese në përputhje me këto paralajmërime. E gjithë policia e distriktit është në gatishmëri të lartë. Me ndihmën e Zotit, po bëjmë maksimumin që një incident i tillë të mos ndodh kurrë. Shpërthimi dëmtoi gjithashtu dyqanet aty pranë. Edhe pse asnjë grup nuk mori më njëherë përgjegjësinë, dyshimi ka të ngjarë të bjerë mbi talibanët pakistanez, të cilët shpesh fajsohen nga qeveria. Grupi është i ndarë nga talibanët e Pakistanit, por i lidhur ngushtë me ata të Afganistanit, të cilët u rikthyen në pushtet në vitin 2021. Rritja e sulmeve ka tensionuar marrëdhëniet midis Islamabadit dhe Kabulit, pasi Pakistani akuzon talibanët pakistanez se veprojnë lirisht brenda Afganistanit, një akuzë që si grupi ashtu edhe Kabuli e mohojnë.